Tani jam shumë e lumtur që në Vibe kam një mikun tim të vjetër. Ai është Sokol Mandri. Sokol Mandri ka pasur gjithmonë talent muzikën dhe unë e di mjaft mirë se sa i talentuar është. Së fundmi ai ka qenë pjesë e Talent në shtëpi. Sokol, mirë se erdhe dhe jam shumë e lumtur që të kam. Gjithashtu shumë e lumtur që jam pjesë. Nuk ma kishte prit mendja kur që ne të dy do të jemi sot këtu ku jemi. Asun. Si ka mundësi, ha? Po jam shumë i lumtur që po ndaj këtë eksperiencë me ty. Jam e lumtur që një miku im ka arritur kaq lart, edhe jam e lumtur që të kam në studio. Por është edhe pak e vështirë që të mbajmë ne këtë intervistën, moderatore i ftuar. E pra, se ne i dim edhe shumicën e gjërave për njëri tjetrin. Po pra, s'ka gjë, nuk i dim publiku. E pra, po. Atëherë Sokol, unë e di shumë mirë se si ka lind dëshira jote për muzikën, por unë dua ta ndash sot me ne edhe për publikun. Shiko, muzika ka lindur që në moshën 5 vjeç. Ti e din, me babin që ka qenë profesor muzike për mua, ka ndihmuar shumë, ka dhënë shtys, që unë filloja të merresha shumë më shumë me muzikë. Ndërkohë edhe babi nga që dhe profesori im, që e përshëndesim shumë, dhe më ka marrë shumë malli për ata kohë dhe ka qenë një burr mjaft me vlera dhe i talentuar. Shumë faleminderit. Njëjtë si ti? Edhe ti duhet të jesh me fat. Besoj sa gjysma e ti të ja. Do të je. Mirë, je nice. Kur e kuptove që ti doje ta ndiqje muzikën seriozisht? Shikon, në momentin që ne dilnim në ansambël më përpara, në moshë të vogël, ndjenja kur dilje para publikut, e ke parasysh emocionet e çdo gjë, ishin diçka që nuk ke si ta përshkruash, është ndjenjë më vete, emocion më vete. E mendoj që sa më shumë të merresh, aq më shumë do fitosh, aq më shumë rritesh në muzikë. Përveç babit, kush ka qenë personi i dytë që të ka mbështetur më shumë në këtë rrugtim? Shoqëria, familjarët e tjerë, të gjithë, besoj. Të gjithë ato që kanë pas të bëj ditë për ditë. Ishin gjithkohës që shikoj meru. Ne gjithmonë shikojmë vetëm ajo çfarë del, ajo çfarë duam të tregojmë. Por jo të gjithë e dinë se çfarë do lloj pune ka sfidë dhe sakrificë. Cila ka qenë sfida më e madhe që ke hasur në këtë lloj pune? Mendoj provat, çdo gjë që duhet të ishte në kohë. Ti e din shumë mirë, besoj që nëse nuk shkonin në prova në orar, e dinim ne çfarë heqnim andej, po. Kështu që ja. Çfarë zhanri të përfaqëson më shumë? Për momentin mund të them pop, pak rock, balada është e imja personale, besoj, është asin në mend. Po ndonjë popullore do na këndosh ti se po popullore dhe kena pas që po pra, prandaj dua një déjà vu, më ka marrë shumë malli për ato kohë, nuk e di për ty, po mua më ka marrë shumë malli. Dhe mua më ka marrë shumë malli kur mblidheshim të gjithë bashkë. Super kohë. Tani unë dua të di si të erdhi mundësia për të qenë pjesë e Talent në shtëpi. Talent në shtëpi, thjesht isha në Instagram duke bërë scroll dhe më doli si gjë. Në atë moment thjesht ju shkruajta, u bëra pjesë, shkova në audicionet e para, pranova. Pastaj dola në audicionet para jurisë. Si përjetove ato eksperiencë? Ishte në backstage të një tmerr i vërtet, kishte emocione. Emocione. Sepse neve nuk jena mësuar duke dalë përpara një jurie profesioniste. Ne jena mësuar të kap mikrofonin, të dalë para publiku që jo të gjithë dinë rreth muzikës, thjesht e shijojnë muzikën. Po ato ishin persona që dinë shumë rreth saj. Sigur një stonatur e vogël të bëj, e ke parasysh do e kapnin. Po shqyr sotit ja dola, mora pikët maksimale në audicion. Po pra dhe disa jam lumturu? E disa krenare jam ndjerë? Jo vetëm unë, por të gjithë ne që kemi qenë pjesë e jotja dhe vazhdojmë të jemi. Normal, do vazhdojmë gjatë. Do vazhdojmë gjatë sepse ti je një person që na bën të ndjehemi krenar dhe jam shumë i lumtur që jo vetëm si një miku im, por që na përfaqëson dhe ne di branve, mos Sokol. Po. A kishte rivalitet aty? Rivalitet nuk mund të them, sepse ishte më shumë çdo njeri që ishte aty, çdo person që ishte aty ishte me qëllim që të dalë mirë në audicion, të dalë mirë në performancën aq, që parasysh të fitoj kush ta fitoj, të fitoj më i mirë me pak fjalë, që e fitoj më e mira, Melisa, shoqja jon, kështu që Melisa është një yll bota, edhe e meritonte. E meritonte realisht. Të gjithë e dinin që ajo do e merita. Unë e kam dëgjuar Melisën kur ka kënduar një këngë, kur ka kënduar Haridin Pashën, Malit e Dibrës. Më ka rrënqethur. Gjithashtu? Është një talent. Është vokaliste perfekte. Shumë e mirë. Ti çfarë ke më pak se Melisa?
Nuk është se kam më pak se Melisa. Thjesht të dy jemi edhe çik si zhanra të ndryshëm, e ke parasysh. Po Melisa është zë femre, unë jam zë mashkulli, jemi. Kuptoj, ku ndryshon zëri i femrës me zërin e mashkullit? Tek notat, femrat shuen që kapin lart, ndërsa ne çunat jemi përposhtë gjithkohës. Sokol. A mendon se kjo eksperiencë të ka ndihmuar në karrierën tënde? Më ka hapur shumë dyer, do thoja. Me producent të rinj, me njerëz të rinj, teksturës të rinj, që po merremi dhe me ca këngë të tjera. Do të publikosh këngë? Po normal. Sa bukur. Balad, besoj. Jo vetëm. Po ka ndonjë këngë që lidhet me historinë tënde personale apo me diçka që ti ke kaluar? Besoj që çdo këngë që unë do nxjerr do lidhet me pjesën time. Unë jam shumë kurioze të di për këto këngë të dashurirave. Për momentin single, nuk ka. Po ndonjë e shkuar, mbase e haruar, mbase jo. Unë kur ti e din shumë mirë që unë kur them Jo. jo ose Jo. mbyllet diçka, është mbyllur, s'ka më vazhdim për të. Do kalojmë pastaj te dashuria, Sokol. Nuk do ikësh këtu pa folur për dashurinë. Çfarë do të thotë muzika për ty? Gjithçka. Pa muzikën nuk jetoj dot. Domethënë, unë sa hap syt jam duke dëgjuar muzikë ose duke kënduar. Jetën kohë. Nga çfarë frymëzohesh kur këndon? Nuk është se kam një frymëzim specifik, jam thjesht muzika më frymëzon mua. Cilët artist të kanë pëlqyer? Varet, unë gjej shumë muzikë të huaj, gjithashtu dhe shumë shqiptar. Ylli Limani për shembull, është një nga hitmakersa që ne kemi këtu në Shqipëri. Të pëlqen Ylli Limani? Vokalist shumë i mirë, këngë shumë të mira. Flori Muajesi gjithashtu, shumë të tjerë. Me kë do doje një bashkëpunim? Të dy këto që përmend. Po tjetër me ndonjë të huaj. Të huaj. Per tani për shqiptar, Dua Lipa do ishte perfeksion, po. Do ishte. Ku e sheh veten tënde pas 5 vitesh? Kjo pyetja që gjithmonë ndodh. Nuk e di, do me thonë, pas ta lënë në shtëpi, nuk di çfarë të pres më, ke përse po më hapen dyer, një pas një, jam shumë, nuk e di, jam shumë, Nuk se kam din as prit, vetë çfarë të vendosësh. E vërtet, Po të jesh talent nuk është gjë e vogël. e kam kuptuar këtë gjë. Pra. Çfarë bën në kohën e lirë ti? Dalim, lidhem me shoqërinë, dalim, Me shoqërinë vetëm? vetëm me shoqërinë, ose me ndonjë kush i kështu. tek Po me këtu. ndonjë shoqe? Po edhe me shoqe ndonjëherë. Me shoqe? Shoqe, ndonjëherë. Ndonjëherë. Përveç muzikës, ke ndonjë talent tjetër? Tani muzika është, besoj, Po një gjë tjetër do e more kesh than ti? enough, s'ka. Po i fokusohemi vetëm muzikës për momentin. Këto talente të tjera nuk duan t'i shfaqim se nuk. Unë i di për vete. Prandaj po them. O, zoti madhje. Tani je më shumë tip familjar apo tip social? Për momentin social. Do me thënë jam dhe familjar, po jam edhe social në të njëjtën kohë. Jam të dyja nga pak. Mundoj të bëj të dyja. Balans. Çfarë vlerëson më shumë tek një njeri? Të jetë i sinqert. Sinqeriteti, mendon se Sinqeriteti është vështirë patjetër. të gjesh dikë të sinqert në ditët e sotme? Është. Janë të gjithë sipas interesave. Po falenderoj Zotin që deri tani shoqërinë time kam gjithë. Nuk ka dalë ndonjë interesatxhi deri më tani nga shoqëria edhe para talentit në shtëpi apo sidomos pas talentit në shtëpi? Jo, Të janë afruar më shumë apo të janë larguar apo kanë ndërtuar konstant? konstant, se kam pas shoqërinë time, shoqëria ime ka qenë ato që gjithmonë më ka shtyr me shku në për këto kompeticione, këto gjëra. Kush është personi që të motivon më shumë? Familja, mami. Gjithmonë. E je romantik? Pak. Po pse pak? Ose jam, ku dy unë, ta shpjegoj. Nuk e di. Apo varet me tipe? Varet nga personi tjetër. Kush të godet në zemër je romantik, kush jo nuk je romantik. Ke fol, Po unë gjithmonë flas. e vërtet. Zemra jote tani është e zënë apo e lirë apo në lirë, kërkim lirë. të një dashurie apo një kërkim të një drite jeshile? Dritë e jeshile, do thoja. Mendon se do i gjesh së shpejti? Apo nuk je person që ke intuit? Nuk është se jam në kërkim, me thënë drejtë, për momentin jam fokusu vetëm tek muzika për momentin. Vetëm muzik. Vetëm Me që vetëm jemi muzikë. tek fokusimi, si duhet jetë partnera ideale për ty?
E sinqeriteti ta thash është patjetër, është baza. Tani kam disa pyetje të shpejta për ty, Pa. që do zgjedhësh vetëm njërin alternativ. Po, Të nisim. Go. Këndim live apo studio? live. Popullore apo moderne? Të dy. Verë apo dimër? Ver, Det apo mal? det. Mëngjes apo natë? Nat. Që të thonë mëngjes, po jo, nat. TikTok apo Instagram? Instagram, Kafe apo çaj? kafe, Kostum apo sportiv? kostum, Romantike apo me humor? humor. Brune apo bjonde? Të dyja. Nuk. Të dyja kanë lezetin e vet, mendoj. Njëra pak më shumë? Bruna. Brune. Veriore apo jugore? Veriore. Dashuri apo karrierë? Për momentin karrierë. Koncerti madh apo atmosferë familjare? Koncerti madh. Mikrofon apo kitar? Mikrofon. Të këndosh në dasma apo në koncerte? Të dyja. Do me thënë të këndosh në dasmë në momentin kur hyn çifti. Është shumë Emocion. bukur është, Po në për koncerte. Ti do jesh i ftuar në dasmën time kur të futem unë me burrin tim. Po. Një artist që e admiron. Flor Majesi. Një sken ku ëndërron të performosh. Eurovisionit. Tani mes kësaj interviste, bisede kaq të bukur, për mua, nuk e di për ty, Shumë e bukur. unë dua një mesazh nga ana jote për të gjithë të rinjt që duan të provojnë talent në shtëpi ose kompeticione të tjera që kanë të bëjnë me muzikën, me këndimin. Çfarë u jep të gjitha? Mendoj që provojeni, vetëm provoni. Sepse nuk ju bë keq. Ajo vetëm ju rrit shumë e më shumë. Mos u ndalni për asnjë. Po nëse kanë frikë paragjykimet, duke qenë se ne jemi një vend që paragjykohemi shumë. Shiko, paragjykimeve në momentin që ti po shkon në një talent show dhe din shumë mirë që ti këndon ose ti performon mirë, s'ke pse ju ndalesh. Komentet negative do kesh gjithmonë, gjithë jetën do ndjekin, po ti me veten tate duhet të jesh. Ti ke patur komente negative? Shqyr zotit jo. Shqyr. Po edhe nëse do kishe nuk është Po çdo kisha pra menjë në fakt se fundit unë e di shumë mirë sa talent kam, sa këndoj. Atë rëndësishme është të jesh i pëlqyer nga njerëzit që ti i do. Po pra, në momentin që kisha mbështetje nga gjithë familjarët, shoqërinë time, mendoj aq është more than enough. Tani është momenti i të këndosh. Por përveç këngës që ti do ke zgjedhur të këndosh, të performosh, unë dua dhe një muzikë popullore. Ta këndosh? Këtë këndoj përpara. Popullore një herë, zemra? Apo ta lejmë ëmbëlsirën për fund me që më pëlqen mua për... Okej, nisi. I'm begging you, so put your love in hand now, baby. I'm begging you, so put your love in hand now, darling. Vetëm një refren apo? Jo, s'ka gjë, tani popullorën zmazjati çik popullore. Në i këngë që kena pasur në asambël. Pse amore dritën e hanës e vone në bal. Pse amore dritën hanës e vone në bal. As ma falë një shanin cuco, Zotit ta ka fal. Zja ta dorën, puta mollën, e mora belhollën, oh, e mora belhollën, oh. Na ke kthyer shumë. Po pra, shumë. Sokol, unë isha shumë i lumtur që të kisha në vibe. Shumë i lumtur. Shumë kënaqësi, të uroj shumë sukses, se ti e meriton, jo vetëm si je miku im, po përsëris 100 herë, por ti e meriton, vlla. Kënaqësia është imja dhe të falenderoj shumë edhe jam shumë i lumtur që po të shoh. Kaq lart sa ke ardhur deri tani, shpresoj të shoh dhe më lart gjithmonë. Të falenderoj. Se e meriton. Thank you. Ja, pra kështu i erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11, mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne.
Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.